Prej asaj që po më takim me kryetarin e kuvendit dhe me partitë politike, ka një dakordancë pothuajse të plot që data e zgjedhjeve të jetë 7 qershori. Edhe ne jemi pajtu, edhe pse nuk kemi pas ndonjë preferencë të posaçme, të dy datat kanë qenë në rregull. Mirë po duket që ka pothuajse konsenzus që të jetë data 7 qershor. Vendimet në aleancë merr Këshilli Drejtues. Unë jam i propozuar për kandidat për kryeministër dhe për bartës të listës, po duhet me prit vendimin e Këshillit Drejtues, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Jemi përgatit me garu vetëm, edhe me i dhonë Kosovës dalje. Për Partinë Demokratike të Kosovës, cilat do nga datat mbrana afateve kushtetuese dhe mbrana vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme, qoftë aja data 31 apo data 31 maj apo 7 qershor, kështu që ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Shumica partive politike të përfaqësuara këtu edhe prezent kanë qenë për datën 7, po sidoqoftë ne do të marrim konsiderat edhe vellimin e punës dhe arsyet që zgjedhjet jenë sa më mirë të përgatitura dhe normal edhe KQZ-ja ka punën e vet, vellimin e vet punës, gjitha përgatitjen e nevojshme dhe prandaj ne jemi fleksibil rreth asaj se a është 31 apo 7. Partia Demokratike e Kosovës do të shkon në zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës, lista e Partisë Demokratike të Kosovës, mbrana listës Partisë Demokratike të Kosovës sigurisht se do të ketë edhe risi, edhe emra dhe figura të tjera. Si Lidhje Demokratike e Kosovës, dham opinionin tonë që brenda kornizave ligjore të shpallet data e 7 qershorit si data e zgjedhjeve, me që ishte po ashtu një arsyetim që KQZ-ja ka kërkuar paraprakisht për shkak që i nevojitet më shumë kohë për mobilizim të strukturës së saj për organizimin sa më profesional të zgjedhjeve. Dhe normalisht që ne mirë kuptojmë këtë kërkesë dhe jemi dakord me datën 7 qershor. Ne kemi qenë dëshmitar që mbrëm në mesnatë ka pas një fushat ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës me gjas disa eksponent të cilët po udhëheqin propaganda ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë gjeneruar poster të ndryshëm në gjuhën serbe, kanë dhënë deklarata për dorëheqje brenda Lidhjes Demokratike, deri në këtë moment nuk ka absolutisht, por po vrehet që ka një mobilizim të kundërshtarëve për ta linçuar Lidhjen Demokratike të Kosovës.